Sot Maqedonia e Veriut përballet me Walesin në kuadër të kualifikimeve për botrorin e vitit 2026 që do të luhet në 3 shtete, Kanada, Amerikë dhe Meksik. Me këtë rast edhe qendra e kryeqytetit ishte përplot tifoz nga Walesi, të cilët kishin ardhur për ndeshjen. 3-0 Wales. Your prediction? Tonight 2-0. 2-0, yeah. 2-1 to Wales, I think, yeah. Yeah, 2-1 to Wales. What if Macedonia win? No, not gonna happen, mate. What if? No. It's not going to happen, so I don't need to think about it. The final result? 3-2 3-2 for Macedonia, right? Macedonia, yeah. Thank you very much. Yeah. Pa ajde ide 0 za Makedonija da rečeme, skromno, ama da pobedime barem. Vardë përvedim. Kujtojmë se këto dy përfaqësuese përballen me njëra tjetrën pas thuajse 12 viteve. 2 ndeshjet e fundit që i kam pasur në vitin 2013 në kuadër të grupeve kualifikuese për botror, Maqedonia ndeshjen e parë ka fituar me rezultat 2-1, më pas është mposhtur në terren të huaj me rezultat minimal prej 1-0. Ndeshja zhvillohet në stadiumin Todor Proeski me fillim në orën 20:45.